Territori shqiptar për datën 12 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore shumë të ftohta dhe të thata duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë shumë e ftohtë me ngrica të theksuara në zonat malore dhe të brendshme, ndërsa pasditja sjell mot të kthjellët me temperatura të ulta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 6 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 7 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 12 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 12 janar do të jetë rreth orës 6:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, -2 deri në 3 gradë Celsius. Kukës, -7 deri në -2 gradë Celsius. Peshkopi, -7 deri në -3 gradë Celsius. Tiranë, -1 deri në 4 gradë Celsius. Durrës, 0 deri në 5 gradë Celsius. Kavaj, -1 deri në 5 gradë Celsius. Elbasan, -1 deri në 3 gradë Celsius. Berat, -1 deri në 4 gradë Celsius. Korçë, -10 deri në -4 gradë Celsius. Vlorë, 0 deri në 5 gradë Celsius. Gjirokastër, -2 deri në 3 gradë Celsius. Sarandë, 0 deri në 6 gradë Celsius.